Altina, dhe po mirë Martin, të ashti se një pyetje kam unë. Ku e diti këtë për shumë? Me që ti me sa shoh i referohesh profetit, edhe me sa kuptoj je një farë besimtari, sepse ndikujt që të reagon edhe të thot këtu s'po flitet për politikë, po adhurohet ai që të ka krijuar edhe ti i përgjigjesh atë lejon Zoti të ofendosh të tjerë. Tani ty të lejon Zoti yt të shpifësh? Unë mendoj që jo. Dhe shpifja në librat e shenjtë është një mëkat shumë i rëndë. Tani ti do thuash që ti s'po shpif, kurse unë po them që ti po shpif. Ti do thuash që këtë e ke dëgjuar. E ke dëgjuar, nuk do të thot asgjë. Provë, ke parë në një provë ti për këtë që thua. Se kjo është njësoj si të them unë për ty diçka, nuk e di tani se s'jam i talentuar për të shpifur, po një diçka që ti as nuk e ke imagjinuar. Si do ndjehesh e ti? Kështu që kush beson ose kush kujton se beson në Zot, duhet jeti pari që të mos harroj një fjalë që thot libri i shenjtë i kristianëve. Mos gjyko, se do gjykohesh nga gjykimi yt. Mendoj këtë, i dashur Altin, që vazhdojnë prapë, që nga fiksuar kjo 33 mishja, shishja, edhe vazhdojnë prapë, po ndërkohë je gabim ditën dhe natën.